Me ardhjen e muajit të shenjtë të Ramazanit, tregjet dhe dyqanet janë mbushur me qytetarë që po bëjnë përgatitjet e fundit për agjerimin. Produktet ushqimore bazë, artikujt tradicional të sofrës së iftarit dhe ëmbëlsirat karakteristike janë ndër më të kërkuarat këto ditë. Krahas atmosferës shpirtërore dhe solidaritetit që e karakterizon këtë muaj, vëmendje e veçantë i kushtohet edhe çmimeve në treg, të cilat për shumë familje mbeten një sfidë shtesë. Qytetarët shprehen të kujdesshëm në shpenzime, ndërsa disa nga shitësit thonë se numri i blerësve është rritur, kurse ndonjë shitës e mohon. Po, momentalisht po. Që një 3-4 ditë më herët përgatiten njerëzit për Ramazan. Momentalisht nur më këto cene ja, çmimet sikur kanë qenë vjet edhe si vjet janë. Çmimet. Ka qëra se në normalisht të spesat janë pak ma shtrenjtë, partizionin pak ma shtrenjtë. Ja, si rritin çmime se problemi është se zvarët e ne. Që të mishë është problemi, lake 1.000 dinar, ka konë 600, apo qka i pinë çmimi ma naltë është, carina ma shtrenjtë është, e standart është e ne hurtë, rrogas janë tipta, edhe që atë është diferenca. Që atë i problemi? Jo, po çmimet nuk janë shumë nalta, po nuk ka njerëzit para. Po çmimet nuk duhet me rritën, fajti ka qeveria, këto tregtarët nuk i kanë fajt, këto qeveria ja rrit doganat atje dhe çka e bin mallin edhe për ata ne këto i hipin çmimet. Faji nuk është te këto. Faji gjithmonë është te pushteti. Të shka me të kallëzu, pak o rrit, pak o zbrit, çështu jemi dikun ama në prag të kësaj feste të madhe të Kurban të Ramazanit, shqiptarët janë detyruar ta blejnë, edhe kanë nuk kanë. Po deri dikun arrit, për shumë partizoni ka 140. Pak janë një qik lartë, ama çka me bë? Ndërkaq, qytetarët u shprehen se janë të gatshëm të fillojnë muajin e shenjtë të Ramazanit, por disa mendojnë se çmimet janë rritur, kurse disa prej tyre thonë se faji i rritjes së çmimeve është nga dogana dhe qeveria. Po gati jemi veç, po si çdo herë. Si çdo herë. Njësoj si ditëve tjera. Po çmimet janë ashtu si krikon me normë. Nuk janë shumë shtrenjta, po për standardet tona janë mjaft. Por rritje zakonisht para fesave tregtarët i hipin. Po gati është gratë që kanë zakon. Pitë, mantinja, po janë pak çmime pak si lartë, po jemi mësu. Po, mirshme ble, zejtinga, hurma, po. Gjithashtu, qytetarët nuk harrojnë të japin urimet e tyre, por njëkohësisht dhe ankesën për rrogat e ulta që kanë ata. Gjithmonë jemi të përgatitëm dhe mirësart, Allah i ka bull keve agjerimin. Po, deri do kundi po, deri do kundi jo, qish zavisi për rrogat e vogla, janë. I sënë të më gajnë pare, mu përgatit qish duhet. Qka e që jam ma lidh me marë? Ja be çmimet, në rritën si rritin çmimet, zavisi qish i bin pi jashtë çmimet. Që shëve në vladat e çmimit. Sa që ka promullof e ka qitë për qarë, se ka bruta qesë të unë, ta për lirë çmimit. Ama nuk jo është në çmimet. Marulla, kepa, lirë, nuk kanë qeshë. Ramazani po fillon mes përgatitjeve dhe kujdesit për shpenzimet e përditshme, kurse qytetarët shpresojnë që ky muaj i shenjtë të kalojë me më shumë mirëkuptim, solidaritet dhe qetësi për të gjithë.